Në hapësirat e mbyllura ku bashkëjetesa është e detyruar dhe vëmendja publike është e pandërprer, fjalët shpesh peshojnë më shumë se veprimet. Një fjali e thënë në nerva, një etiketim i hedhur pa filtr, mund të bëhet simbol i një konflikti më të gjerë se vetë personat e përfshirë. Përplasja verbale ku Alba i drejtohet Benitës me akuza dhe etiketime denigruese, duke e krahasuar dhe duke i veshur role që synojnë ta zvogëlojnë dhe ta poshtërojnë, është një shembull i qartë i asaj se si gjuha shndërrohet në mjet pushteti. Në thelb, kjo se nuk merret me individët si figura të izoluara, por me mekanizmin e gjuhës që përdoret për të vendosur hierarki, për të turpëruar dhe për të fituar teren moral përmes fyerjes. Kur Alba ja përplas Benitës fjalët, akti nuk është thjesht shprehje nervash, është përpjekje për ta reduktuar tjetrin në një etiket, për t'i mohuar kompleksitetin dhe autonominë. Kjo është një strategji e vjetër sa vetë konfliktet njerëzore, ta thjeshtosh tjetrin që ta mposhtësh. Por pse gjuha e tillë gjen terren? Sepse në ambientet e presionit të lartë, si formatet televizive të izolimit, identiteti bëhet monedhë. Çdo fjalë që godet identitetin e tjetrit synon ta destabilizojë. Krahasimet, nënkuptimet dhe insinuatat për sjellje, moral apo motive, janë mënyra për të marrë kontrollin e narrativës. Në këtë kontekst, fjalët e Albës funksionojnë si akt performativ. Ato nuk informojnë, por sulmojnë, nuk argumentojnë, por delegitimojnë. Megjithatë, ky lloj komunikimi ka kosto. Normalizimi i fyerjes e zhvendos debatin nga sjelljet konkrete të etiketat, nga faktet e interpretimet, nga përgjegjësia të turpërimit. Kur diskursi zbret në këtë nivel, humbasin të gjithë, publiku merr një shembull të varfër dialogu, personi i sulmuar reduktohet në karikaturë, dhe vetë sulmuesi rrezikon të identifikohet më shumë me gjuhën që përdor sesa me argumentet që mund të kishte. Eseja kërkon të ndalet edhe te dimensioni gjinor dhe moralizues i etiketimeve. Shpesh, fjalët që synoj në të turpërojnë e bëjnë këtë duke i vendosur individët në korniza morale të ngushta, duke gjykuar sjelljen, afeksionin apo marrëdhënien. Kjo qasje nuk analizon, por gjykon, nuk kërkon të kuptojë, por të mbyll diskutimin. Dhe kur moralizimi shndërrohet në armë, ai pushon së qeni vlerë dhe bëhet instrument dominimi. Nga ana tjetër, reagimi i publikut ndaj këtyre momenteve është po aq domethënës. Spektakli ushqehet nga polarizimi, algoritmet shpërblejnë skajet, zhurma mbizotëron mbi arsyen. Por përgjegjësia nuk është vetëm e individëve në ekran. Formati, me rregullat dhe ndërhyrjet e tij, ka detyrimin të vendosë kufi të qartë, të dallohet konflikti nga fyerja, debati nga poshtërimi. Pa këta kufi, gjuha degradohet dhe me të degradojnë edhe standardet. Në planin etik, pyetja qendrore mbetet, a fiton dikush duke e humbur tjetrin? Në afat shkurtër, fjalët e forta mund të krijojnë përshtypjen e forcës. Në afat gjatë, ato gërryejnë besueshmërinë. Forca e vërtetë e komunikimit qëndron te argë.